Unë pikrisht do të them Zotë mos e jep askujt, ta provon. Ja që nuk janë në dorën tonë disa procese jetësore, vdekja është patjetërsueshme, ne vim dhe do ikim të gjithë, nuk jemi të përjetshëm, jeta ka një fund, por pikrisht kjo ikje e shpatit, çdo shtëpi e përjeton ndryshe, po kjo ikje ishte një bombë e Hiroshimës. Një papritur e madhe, një djalë 2 metra, i bukur, i qeshur, dhe të vjen lajmi, shpati nuk është më në jetë. T'ja thush tjetrit se si e përjeton, është shumë e rëndë, nuk e shpjegon dot, duhet të marrë ndonjë fjalor kines, ndoshta ai do ta shpjegonte më mirë, ka më shumë fjalë, apo nuk e di si. Këtë vetëm një shpirt i lënduar mund ta kupton, një non që ka humbë fëmijën mund ta kupton, një hall që ka humbë nipin mund ta kupton, por e bukra nuk mund të them, ai ngushëllimi në gjithë këtë situatë, ku bëni kaq shumë zhurmë, e ngriti botën e tërë, nuk na lëndoi neve, vetëm si familje. Por kjo ishte një tragjedi që mori përmase jashtë kufive. Mund të them Australia, Amerikë, jashtë oqeanit, mos flas për Evropën. Dhe kjo është një pjesë ku ti thush, ore, a e njoftëm ne mirë këtë djalë, apo nuk e njoftëm? Apo erdhë lajmi pas ikjes të atij se kush ishte ky tamam. Dhe kjo jo që ta hekat dhimbjen, po sikur ta relativizon në një farë forme, sikur e ngushëllon vetveten, sikur thush, more, pas kemi pas ne një yll, megjithëse ai ka lind me yll, bish në një konfrontim me veten. Nuk gjen shpjegim zemra ime. Shpati nuk shpjegohet. Ai nuk shpjegohet njërë si artist, nuk shpjegohet. Por mos flas si ikje, si njeri, nuk e shpjegon dot shpati.